Burri është shumë I lidhur me familjen e tij dhe kemi shpesh probleme si të veproj. Motër, pse është I lidhur ai me familjen e tij, kjo nuk është problem. E pse kemi ton problem, kjo është problem. Pra, të gjithë jemi neve apo një pjesë e njerëzve të lidhur me familjen. Edhe unë jam I lidhur me familjen, edhe duhet të jetë njeriu I lidhur me familjen e vet. Nëse nuk është për familjen e vet, për kë do të jetë ai? Këtu nuk kam synim me familjen vetëm vëllezër, motra, baba dhe nanë. Edhe bashortja hyn familje, edhe vladët hyn familje. Njeriu duhet të sakrifikojë, të bëhet kurban për ta. Por, asesi kjo lidhje me familjen e tij nuk nënkupton në mënyrë automatike që ai me pas keq kuptime me ty, me pas zënka ose probleme, secili duhet m'ia dhënë hakun e vet. Ti këtë parimisht këtë lidhje të ti me familjen duhet parimisht të admirash. Por, pastaj të ngjajmë problemin pse ai këtë lidhje me familjen pse e shfrytëzon si pikë problematike me ty, domethënë ndoshta kur shkon te ta, ata e emocionojnë, mbushin kundër teje, I flasin fjalë të këqija. Këtu pastaj duhet me fillu me e gjithë problemin. Por parimisht mos e merr si diçka negative pse ai është I lidhur me familje. Secilët në Islam duhet m'ia dhënë hakun e vet. Andaj lypet diku tjetër problemi ose pak më thellë, e jo vetëm për faktin se është I lidhur me familjen e vet.